kadrit. Sepse vi Gjibrili dhe i thot, o Muhammed, ajo që ti po kërkon, e ke pak më mrapa. Do thot edhe ne, Ebu Seleme thot edhe ne ishim me të dërguarin Allahut në itikaf. Edhe në thaj dërgumi Zotit dhe dolem. Erdhë 10 dishi i dytë i Ramazanit. U fut prap në itikaf. Me qëllim për të kërkuar për gjetë në të kadrit. Thot erdhë Gjibrili dhe i tha, o Muhammed, ajo që ti kërkon e ke më mrapa. Atëherë thot dolin nga itikafi, dolem edhe ne. Shkoj thot 10 ditën e fundit dhe u fut në itikaf. Shkuam edhe ne me ta. Atëherë në këtë kohë profeti alayhis salam çka tha? Thot, ata që kanë qëndruar në itikaf me profetin, le të kthehen, se ma është shpallur nata e kadrit. Ma është tregu. Subhanallah. Mirë po, më pas ma është harruar. E harrova sikur ishte. Megjithatë, ajo është në 10 ditën e fundit. Dhe është në netët tek të këtij 10 dishi. Kështu domethënë e transmeton Imam Buhariu hadithin e Ebu Selemes, që nata e kadrit është 10 ditën e fundit. Vlera e natës kadrit është e madhe dhe kërkimi dhe nxitja për ta është e ligjëruar nga Muhamedi alayhis salam dhe e këshilluar që ne domethënë të mundohemi sa më shumë këtë natë që ta arrijmë dhe ta kryejmë domethënë ibadetin me lutje, me dua, me namaz dhe me gjëra të cilën të afrojnë tek Allahu i lartësuar. Prandaj dhe vlera e kësaj nate është ajo e cila t'i fshin mëkatet. Imagjino robi tani futet në Ramazan, e zën edhe 10 dishi i fundit dhe del nga Ramazani i pa falur domethënë nga mëkatet e tij. Prandaj është për urtësi sa Allahu të lartësuar e cila nata e kadrit nuk është na treguar, nuk është treguar me saktësi kur. Porse na është thënë që është 10 ditën e fundit. Mirë po, ki 10 ditë ka ne të tek. Mirë po ka dhe i problem tjetër, të cilën ne duhet t'japim ata që ka meriton vërtet. Kush është problemi tjetër? Mirë. Ne e dim që 10 ditë i fundit është nata e kadrit. Këta 10 ditë ndahen 5 ditë. 5 netë tek është nata e kadrit. Shumë mirë. Tani si vjet ne kemi fillimin e agjërimit në 2 grupesh. Një grup ja ka nis 1 ditë përpara. S'ka rëndësi kush është ai. Botën arabe, në botën shqiptare, në botën europiane, vëllezër musliman ja ka nis duke kujtuar që duke pa dhe duke bazua që nata dita e parë e Ramazanit është këtë ditë. Një grup tjetër ja ka nis 1 ditë më mrapa. Tani, si mos për llogariti si bjen. Mram ka qenë nata e 27 për grupin i cili ka filluar përpara. Kurse për grupin tjetër që ka filluar 1 ditë mrapa është sonë nata e 27. Ata të cilët pretendojnë dhe mendojnë që nata e 27 apo nata tek, sepse kështu ne ta lidhim me natën tek. Tani si bëhet kjo? Di nata kadri nuk ka. Nata e kadrit 10 ditën e fundit vetëm herë. Dhe është në tek, po kështu që Iraka a tek apo dopi është sonte domethënë nota. Tek apo çift? Si është? Për dikonin është tek sonë, kurse për dikonin është çift. Si ja bëjmë? Pra edhe urësia që Muhamedi alayhis salam na ka treguar, kërkojnë 10 ditën e fundit. Personi i cili e kryen, mundohet që të kryejë ibadetet 10 ditën e fundit, të gjithë 10 ditën e fundit, e ka rrit natën e kadrit. S'ka më 10 ditën e fundit është. Nata tek apo çift 10 netët ai e ka kërkuar. A mundu që ta gjallëroj natën dhe është i sigurt 100% që e ka rrit. Dhe veprat që ai ka kryer, veprat që ka kryer atë natë janë të shpërblera me 83 vite, sikur ai ka kryer këto ibadete 83 vite. Imagjinoni çfarë shpërblimi do të jepet atij në gjykimit. E kundërta, me personin i cili e arrin Ramazanin, nuk çan kokë, nuk do me di çka është agjërimi, gjithë ditën kafeve, gjithë ditën të hangre të pi, përkundrazi bën edhe fitne tek tjerët, i poston rrjete sociale, me këtë rast ose e bën nga harresa, ose ka zakon të vetin që i poston kur han edhe pin, ose don që të kundërshtoj besimtarët dhe talla domethënë me agjërimin e tyre, që kjo është katastrofa dhe mëkati i këtij është shumë më se sa i mëkatit të parë. Gjithsesi të dijon mëkatar të mëdhej dhe kanë përgjegjësi përpara Allahut. Sepse Muhamedi alayhis salam thotë, kush e arrin natë kadrit dhe falet
duke shpresuar shpërblim tek Allahu, do t'i falim të gjithë mëkatet, domethënë. Kush arrin natën e Kadrit dhe falet duke kërkuar shpërblim tek Allahu, do t'i falen gjithë mëkatet. Dhe kjo hadith është Imam Buhariu dhe i transmetuesve të tjerë. Dhe hadithet të ngjashme kanë ardhur janë të shumta, të cilën ai personi i cili arrin natën e Kadrit. Imagjino me personin i cili nuk mundet, domethënë nuk e kryen ibadetin siç duhet dhe nuk do me ditë për natën e Kadrit, edhe vjen në fund të Ramazanit pastaj dhe thot, unë nuk kam agjëruar, po sadakatul fitrin du me dhon. Kam lek, thotë, pse mos e ja? Kujtoni shkreti se blehet xheneti me lek. Kujton se blehet, domethënë blehet Ramazani me lek. Kujton se blehet ibadeti me lek. Kujton se çështjet shpirtërore blehen me lek. Ti mund blesh me lek vetëm çështjet trupore. Po çështjet shpirtërore kur nuk mundesh ti. Edhe thot po jap edhe unë. Unë e di çka jep, ç'a do më la. Ç'a sadakal fitr do më thon ai. Për çfarë si do më thon? Sadakatul fitr jepet vetëm për ato i cili ka agjëruar dhe do të pastrohet nga gjinafet që ka kryer, gjinafet e vogla, apo personi i cili nuk ka agjëruar, po s'ka pas mundësi që të agjërojë dhe ka pas shkak. Kurse për tjetrin, t'japa një sadaka, ndoshta Allahu ja pranon, edhe vitin tjetër kthehet edhe futet në mesin e besimtarëve. Tani pasi përmena pak, domethënë hyrje për shpërblimin, vlerat dhe mundësi që çdo njeri t'i falen mëkatet në muajin e Ramazanit. Pastaj ndodh katastrofa për atë person i cili nuk e bind Allahut, për atë person i cili nuk ka dash domethënë me ditë ç'është agjërimi, jema natë e Kadrit, sepse ne kena nga njerëzit të cilën mendojnë, pretendojnë, edhe veprojnë vetëm një herë në vit, natën e Kadrit. Dhe natën e Kadrit e kanë cilësuar nata e 27 e muajit hënor edhe vin xhami. Unë po tregoj një rast, mund të kesh para 17 apo 18 vitesh, ishte nata 27, fala namazin, ligjërova dhe pasi përmena hadithet thash, nata e Kadrit mund të jetë sone, që nata 27, mund të jetë edhe pas nesër nata 29, ose mund të ketë kaluar në net të tek që kanë kaluar. Prandaj ne do mundohemi që ta kërkojmë. U çu njëri dhe tha, hoxhi dashur, ma bash selam aleikum, ma bash natën e mirë, unë e kum gjetë natën e Kadrit, i ka për më thënë persona, miru pafshin vitin tjetër. Tani çka mund të themi domethënë këtij personi? Çka mund të themi? Ne do të themi që ngjo, ato që thashun, ngjoje hadithin profetik, bindi Muhamedit alayhis salam dhe mos e përkufizo këtë natë, edhe thush hajse ta gora vitin tjetër, se nuk ka ardhur sheriati dhe argumente sheriatik që domethënë të zbatohet vetëm për një natë, vetëm për një kohë, vetëm për një ibadet caktuar. Porse ai ka ardhur që zbatohet gjatë natës, gjatë ditës, dhe kështu disa ditë të vlerësuara më të mira se sa ditët e tjera. Disa nete të vlerësuara më shumë se sa netet e tjera, e kështu me radhë. Prandaj duhet me pas kujdes. Gjitha këto mundësi që e dhon besimtarëve, çaj të dalë në fund të Ramazanit me mëkatet falme, atëherë është kërcënim për atë person i cili del nga Ramazani dhe nuk e fal mëkatet. Ai person i cili del nga Ramazani dhe nuk ka kryer asnjë lloj ibadeti. Disa nga hadithet profetike, Imam Nesaiu, Ibn Majah, thot, profeti alayhis salatu selam, pasi ka fol për natën e Kadrit dhe ka thonë, për 10 ditën e fundit ka thonë, nota është një natë e cila është më mirë se 1000 muaj. Dhe ai person i cili privohet nga mirësia e kësaj nate, ai person është privuar nga çdo gjë. Ai person i cili privohet nga mirësia e kësaj nate, atëherë ai person është privuar domethënë nga çdo gjë. Dhe për këtë person është katastrofë e madhe. Personi i cili privohet nga nata e Kadrit, sepse robi duhet ta kishte frikë Allahun dhe ta shohë veten e vet se ku qëndron, edhe sidomos njerëzit të cilët janë të përfshirë nga ata të cilët agjërojnë, falin namaz, bëjnë davet, ka domethënë dije, nuk është më dikur në një kohë e cila ishte vështirë që të arrijë dija, edhe nuk ishte dije. Edhe përgjithësia është sipas asaj çka aty ka shkuar. Sot asnjëri nuk mund ta pretendojë diçka të tillë. I dërguari i Allahut ka thonë, i poshtruar qoftë ai i cili e arrin Ramazanin dhe nuk i falen mëkatet. Hadith i cili transmeton
Imam Hakimi dhe ka saksuar Sheikh Albani. Tani, vetëm ky hadith të mjafton kërcënim për atë person i cili e le anash dhe i kthe shpinën i ibadetit në muajin e Ramazanit. I poshtruari është e person i cili e arrin Ramazanin dhe nuk i falen mëkatet. I poshtruar, ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam, i poshtruar, çka don? Poshtrimi është këtë botë, edhe në botën tjetër, Zot na ruaj. Zot na ruaj, sepse dita e gjykimit është e vështirë për jo besimtarët, për keqbërësit, për ata të cilët e kanë kundërshtuar Zotin e botrave, ku një kohë Allahu i lartësuar nuk e ka ngarkuar asnjë njeri për të mundësive. Nuk ke mundësi që ta xhirosh kaliru kur je i smur, kur je udhëtar, kur je i vjetër, kur je pa mundur, ta ka lehtësuar Allahu i lartësuar. Kur ti keni smundje kronike, nuk ka nevojë që ta zëvendësosh. Atëherë e parë ti. Herë nuk ke mundësi që ta xhirosh tani, agjëro më vonë. Nuk ke mundësi. Je liru, ka liru Allahu i lartësuar. Ama jo, mos çaj shkok dhe mos dush me ditë për agjërimin. Përkundrazi, edhe të tallësh edhe të lush me njerëzit, edhe të pretendojsh pa kryer asnjë vepër që ti je më i devotshëm se sa ata të cilët kryen veprat. Sepse vërtet xheneti është i shtrenjtë. Xheneti është i rrethuar me vështirësi, siç na kanë ardhur në argumente shariatike, dhe s'mund të fitohet me persona të cilën flen gjumë, me demela, me thashët me xhiut, me ata të cilët kërkojnë vetëm lehtësime, me ata që janë epshor, njëkin epshin, dëshirat vetjake. Xheneti ka dalë treg. Dhe tani në Ramazan blehet shumë kollaj, shumë më lehtë se sa muajt e tjerë. Mundësira, do të thonë, këtë muaj janë shumë të mira. Rrugë këtë muaj janë të shumta. Ke shumë mundësira që ti ta fitosh shpërblimin. Agjeron, por se brenda agjerimit ke edhe mundësira të tjera të cilët ti i fiton shpërblimin e madh, shpërblimin të cilin të fut në xhenet. Allah i lartësuar thot: o ju që besuat, agjerimi është bërë obligim, ashtu siç është bërë atyre të cilët ishin përpara jush, kështu që ju të bëhet të devotshëm. Agjerimi të bëhet të devotshëm. Personi i cili agjeron fiton devotshmëri. E ka shumë të lehtë që ai të kryejë ibadetet. Ai do të ndryshojë. Dhe jo, robi siç futet në agjerim, domethënë siç ka qenë përpara agjerimit, njëjtën sjellje, njëjtën model, mënyrën e të folurit, shprehjet, ndajtjes, njëjtën model ka prapë. Hoxha, am lejon pak ndërhy këtu se shkoj pak si gjatë pa ndërhy. Jo, bilo habita thash durim të mos ke bë. Hoxha, baba Allah, po çore. Në për emisione më shumë ti është bashkë bisedë se sa ligjërat. A pajtohesh me mua këtu? Po, i lirë, mund ndërhish sa herë dush. Po, ku shkoj te pika të paktën, te pika. Në rregull, më balla. Unë shpjeguat për nuk po të dëgjose. Hes po më dëgjon na? Përpara po më dëgjon ti mu? Të ndërhi vlla për panimi edhe të shoh diçka sepse s'po dëgjohesh. As mua? As po më dëgjon? As njëri s'dëgjoj. Hajde. Gasim, lenet vazhdan. Lenet vazhdan. Vazhdo, hoxh. Udhra hoxh. Fare vazhdo. Se mos të kem problemin në këtu. Vazhdo. Po, dëgjon tani? Po, udhra. Apo na ndëgjon ti neve? Po. Po na ndëgjon na? Po të dëgjoj shumë mirë. Mirë, alhamdulillah. Hoxha, i përmendet vlerën e 10 ditëve të fundit. E përmendet edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai i cili falimenton. Mirë. A thu cila është humbja më e madhe në Ramazan? Humbësh natën e Kadrit apo mos ta ndryshosh vetveten si person? Këta do dia të cilët pyetë ti ndorlidhen me njëri tjetrin. Personi i cili e arrin natën e Kadrit, apo mundohet që ta kap natën e Kadrit, apo mundohet që ta fitojë shpërblimin për shkak të natës së Kadrit, ai normalisht e ka ndryshuar vetveten. Kurse personi i cili flen gjumë, se të kjo temi ishte dhënë, ki ajet kuranor ka lidhje siç thotë Sheikh Uthemini, tefsirin që i ka bëu këtij ajeti kuranor, që domethënë agjerimi të bën shkak që ti të jesh i devotshëm, është. Thot njeriu do të ketë kujdes nga fjalë, nga përgojimet, thashëthemet, hangren e haramit,
ndërhyrjen të tjetri, bajtën e fjalëve, sherrët, ngatresat. Përderisa robi agjeron, duhet që të ndryshoj. Ka thotë që Uthemini që siç futen në Ramazan, ashtu janë, siç janë jashtë Ramazanit, njëjtë janë edhe në Ramazan, edhe agjerojnë. Këtu po flasim për agjeruesit, thotë shehu. Thotë prandaj këtë kuranor ka të bëjë që ti duhet ndryshosh. Dhe të ndryshon agjerimi, ndryshon edhe nota e kadrit. A di si kuptohet që neve na pranon veprat? Kuptohet shumë e thjeshta. Ti ndjeni kënaqësi shpirtërore. Ti mëkati të bëhet domethënë i vështirë dhe të bëhet i neveritshëm. Dhe nuk do që ta kryesh mëkatin, munosh. Kurse ndryshe me atë person i cili nuk e pranon veprat sepse nuk kanë qenë sinqerta, s'kan qenë përputhje me rrugën e të dërguarit të Allahut. Prandaj këto të dia ndërlidhen me një tjetrin. Robi i devotshëm e arrin në të kadrit. Mundohet që ta kap. Dhe inshallah e ka shpërblimin nëse ai është munduar që ta kap dhe të arrijë notën e kadrit. Prandaj dhe Muhamedi alayhi salatu selam ka thënë, Allah i lartësuar nuk ka nevojë që robi të rri pa ngrohtë dhe pa pirë. Nëse ai nuk i lën, domethënë gënjeshtrat, veprimet dhe fjalët e kota. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe të tjerë. Allah i lartësuar s'ka nevojë që dikush të thoshë agjeroshëm. Po kjo s'do të thotë që robi mos ta agjeroj. Nuk do thotë që robi mos ta agjeroj. Pse? Sepse shehu Uthemini dhe gjithë dietarët thonë, tani sipas argumenteve kërcënuese sheriatike që shohim për një rob i cili agjeron, jo si agjeron, ose kjo sfutet te kjo kategori hiç. Për ato kena ligjërat veçantë. Ka kategori tjetër për ata. Ne po flasim për agjeruesit, të cilët e ndytin, e njollosin dhe e prishin agjerimin e tyre me gjëra të cilit janë të ndaluara. Tani agjerimi i tyre a është në rregull apo s'është? Thotë shehu, agjerimi i tij është në rregull. Vetëm se ai është cënuar dhe nuk e ka shpërblimin sikur ai tjetri që nuk e ka njollos agjerimin e tij. Po peshohet veprat e tij, ai e ka njollos agjerimin me thashë theme përgojime dhe gjëra. Kështu që ai duhet të agjerojë, po duhet që të përmirësohet. Kjo nuk do thotë që ti kuptojmë hadithet siç mendojnë disa dhe pretendojnë. Po të smut më rri pa folje, mësu të bëj këto, të bëj dhe ato, ma mirë s'pa agjeroj fare. Jo nuk ka qëllimi. Qëllimi është që ti të agjerosh edhe të kesh kujdes se mos futesh në këto hadithe kërcënuese. Kur Muhamedi alayhi salatu wasalam vërtet e ka kërcënuar atë rob për i cili domethënë që fol për gjëra të cilët nuk i përkasin atij dhe janë haram. Qoftë në agjerim, qoftë dhe jashtë agjerimit. Po në agjerim, domethënë mëkatet janë më të mëdha, përgjegjësia është më e madhe. Profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, agjerimi është mburoj dhe kur ndonjëri prej jush është agjeroshëm, mos fol fjalë shëmtuara, gënjeshtra dhe kështu me radhë. Dhe nëse dikush e ofendon, çfarë i thon? I thosë se unë jam agjeroshëm, që do të thotë është agjerimi i cili më ndalon. Edhe pse unë kam mundësi që të hakmerrem ndaj teje, edhe pse unë jam të drejtë dhe ti të shtrenjtë, por su prapë ja përparësi agjerimit tim dhe s'du ta njollos. Se Muhamedi alayhi sallam kështu ka thonë, kujdes nga fjalët që e prishin agjerimin, e cënojnë agjerimin, dhe kur dikush të shad dhe të ofendon, që ti imponon që ti t'ja kthesh, thua jam agjeroshëm. Sa nga ne e bëjmë këtë vepër, atëherë do ta shohim. Do të kena frikë Allahut, sepse Muhamedi alayhi sallam i çka thotë? Besimtari i sinqert e ka frikë Allahut, punon dhe i lutet Allahut që t'ia pranojë veprat. Dhe kur nuk është i sigurt që do të futet në xhenet, edhe pse ai shpreson që do futet në xhenet, ndryshe me munafikun i cili është i sigurt nga dënimi i Allahut. Munafiku është i sigurt, çdo gjë thotë e kupton, kurse besimtari ka frikë Allahut, po normalisht frika dhe shpresa janë si puna e krahëve të zogjve që fluturojnë herë njëra herë tjetra. Kështu është përshkruar domethënë edhe frika dhe shpresa, sepse frika e madhe atëherë të çon në katastrofë. Sigur ka qenë shumë nga grupet të humbura. Shpresa e madhe të çon në ato që ka shumë nga njerëzit sot. Shumë njerëzit sot i ka qenë domethënë që as nuk veprojnë. Shpresojnë te Allahu fal, është mëshirues, por Allahu fal ato që pendohet, ato që punon, ato që i kërkon falje Allahut. Ai që gabon domethënë jo nga vetdia domethënë, me mënyra domethënë elementare, thjeshta dhe çastit. Dhe ja personi i cili i bën gabimet, i trash edhe mënohet edhe u mbledh argument. Jo, Allah është mëshirues për ata që pendohet, për ata që fal. Dhe është ndëshkues i ashpër ndaj atij i cili nuk i bindet Allahut të lartësuar, Zot na ruaj. Sepse nuk ka katastrofë më të madhe që ta arrish Ramazanin dhe mo të fitosh nga shpërbimi i tij. Kur ti ke shumë mundësira që Allah i lartëson të falë.
qof dikushi gjatë agjerimit një iftar me bën. Bën një iftar për 30 vjet. E merr shpërblimin e 30 veteve. Dhe nesër pas nesër ai largohet nga përgojimi, nga haramet, nga kamata, nga dyqani që ka haram, edhe mundon se me bën si me heq haramet nga dyqani, do bëhen fukara. S'do kem kupton fitime. Kur ai e bën një vepër të mirë, do ta shohësh ndryshimin te ti. Mund bën shkak një dua. Kupton, mund bën shkak ndihma e një robi. Nuk po e lidhi me tjerat, me farzet që duhet mi bën. Domethënë, namazet, farzet nuk po llogariston. Kështu që bën shkak disa vepra që robi të largohet nga mëkatet dhe të falet. Prandaj Ramazani ka shumë rrugë që robi të falet. Prandaj është i humbur, dhe siç ka thënë Muhamedi alayhis salam kur ka hip minber, që Xhibrili ka bëu aminin për 3 gjona. Një në këta kush ishte? U tërheq zvar me fytyrë për tokë në zjarrin e xhenemit, robi i cili e arrin Ramazanin dhe nuk i falen mëkatet. Çka do më? Çka do më? Kjo është një hadith kërcënues për ata të cilët e arrin Ramazanin dhe nuk i kryen obligimet dhe del në fund të Ramazanit ashtu siç është fut fillim. Nuk ka çako dhe nuk ka ditë fare asgjë rreth agjerimit. Prandaj Xhabiri radiallahu anhu ka thonë: o robi Allah, kur ti të agjerosh, atëherë me ti duhet agjeroj edhe shikimit, edhe dëgjimit, edhe gjuha jote nga ata gjërat që i ka ndaluar Allahu i lartësuar. Dhe mos i bë ditët e agjerimit ashtu si janë ditët e tjera në vazhdim. Prandaj duhet me pas kujdes. Pse? Sepse po përmend edhe këtë hadith edhe inshallah po ke për të konsultuar diçka, do ta mbyllim, kështu them unë. Gjithsesi vlla Kasimi është përgjithësi këtu. Po, gjithë. Ka thënë i dërguari i Allahut shokëve vet me një mexhelis. A e dini kush është i falementuar i umetit tim? Ka thënë po ja Rasulullah, e di. Kush është? Ai që s'ka mall, s'ka pasuri, është i vobet, i vafë, i marrë. Ta bëuaj. Jo, i tha Muhamedi alayhis salam. Jo. I falementuar i umetit tim është ai person i cili do të vitit e gjykimit me obligimet që i ka kryer. Qoftë namazin, agjerimin, zakat, haxhi kështu me radhë. Por se në krahun tjetër ka shan njënin, ka ofendu tjetrin, ka përgoju tjetrin, i ka hëngrë mallin tjetrit me pa drejt, ka del gjakun e tjetrit. Dhe kur të peshohen ditën e gjykimit këta vepra, do t'i marrojnë veprat e mira. Dhe do të kese vepra të këqija më shumë se sa të mirat. Dhe do të rreqet zvarr e do hedhet në xhenem, Zot na ruaj. Nuk është hadith kërcënues, nuk ka ditë që ne na nxit që të ruhemi edhe të kemi kujdes, kështu që i lutni Allahut na fal, na mëshiroj dhe na ruaj nga gjanat të cilët e prishin agjerimin. Allah është përbleft të gjo. Apo ndëgjomi? Po, të dëgjoj shumë mirë. Elhamdulillah. Për parim ndo një pyetje? Vlla Kasim nuk kam pyetje në këto, nësa përshone nuk kam pyetje. Në rregull, une këtu i kam 3 pyetje, inshallah. Nga 3, nisem me 1 herë, pastaj shkojmë te 3, po arrit. Urdhna? Niset e para, 3, 4, 5. Nisem urhen 1 herë të bëjmë herë pyetjen e parë. Po, inshallah, po. Do i marrim një 2, do ta mbyllim. I kam parasysh 3 pyetje të cilat më kanë arritur, të cilat janë pak me më rëndësi unë çka i shoh. Një pyetje na vjen kështu, thotë: "Selam aleikum, hoxhë nderuar, thotë kam një pyetje për ju, thotë pse disa njerëz ndihen shumë të afër me Zotin gjatë Ramazanit, por pas ti kthehen në të njëjtët zakone." A thotë çfarë tregon kjo besimin e tyre? A është e qartë, hoxh? Wa aleikum selam wa rahmetullahi themi atij vllajt. Normalisht ka shumë nga ata njerëz të cilët janë besimtar të mirë, të devotshëm, të sinqertë dhe punë mirë vetëm në Ramazan. Dhe ai kur kryer punët e mira gjatë Ramazanit është elhamdulillah i qetë, me zemër, shpirtërisht, psikologjikisht, edhe më thonë, edhe në punë të ditës është shumë, sepse ai po i kryen ibadetet. Kur kalon Ramazani, i lën këto ibadetet dhe kur të lash ibadetet do kthehesh ajo çka ke qenë më para. Dhe kjo nuk do të thotë që ky rob mos merret me agjerimin fare, mos të kryej ibadetet hiç, sa i çashtu do shkojë. Jo, Allahu s'ia humb mundin dhe punën askujt. Kështu që ky vllai duhet vazhdojë ibadetet edhe të tjerat, obligimet të tjera që ka edhe jashtë Ramazanit, sepse disa gjëra janë obligim qoftë në Ramazan, qoftë jashtë Ramazanit. Kurse disa obligime janë vetëm brenda Ramazanit. Kështu që Allahu i përmirësoft dhe Allahu na përmirësoft të gjithëve në ato që kënaqet Allahu. Amen. O gjë, e kem një pyetje nga një vëlla. Thotë: "Selam aleikum, hoxhë nderuar.
Thot nëse nuk kem mundësi ta paguajmë fidjen, çfarë të bëjmë? Ualim, ajo berekatu. Do më thonë ki s'ka hiq. Nëse nuk kem mundësi me pagu fidjen, atëherë çfarë të bëjmë? Fidjen. Po, fidjen do më thonë ato çka i ka prish gjatë Ramazanit, s'ka agjërua, po çka? Që s'ka mujt me agjërua Ramazanin. Nuk ka mujt me agjërua, po. Po lërsuar nuk mundson asnjë njeri për te mundësive. Ki rob i cili ka mundësi brenda vitit që ta kompensoj agjërimin, ti personi edhe me dhon fidje nuk i pranohet. Qofse ka mundësi brenda vitit ta shlyej agjërimin që i ka ngelur brenda, domethënë këtij muaj, atëherë këtij nuk i pranohet edhe me dhon. Brenda vitit ai ka kohë sa dush. Për shembull, gruaja e cila ka përcaktimet mujore, gruaja lehon, ka detyrueshme që të plotësoj mrapa. Gruaja në gjithonje, personi i cili është udhëtar, ai që është i smur i plotëson. Kurse smuri kronik është gjykim tjetër. I smuri kronik është i smur kronik dhe nuk mund të agjëroj as gjatë vitit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk mundson asnjë njeri për të mundësive. Dhe ja çka po më kujtohet një hadith i Muhamedit alayhis salatu wasalam, siç dihet, kryerja e marrëdhënieve burr-gru gjatë Ramazanit. Edhe një nga banorët e Medinës kishte kryer marrëdhënie me gruan e vet gjatë Ramazanit. Shkoi te i dëruari i Allahut, ja Rasulullah, tha, unë kam vepruar kështu, me çata shlyj. I dërgumi i Zotit tha, agjëroni atë 10 ditë, edhe ta shlysh. Tha, po s'mundem. Atëherë tha, ushqenja gjedhët varfër. Tha, s'ka s'mundem, s'ka mundësi. Atëherë mori një deg hurma dhe ja dha dhe i tha, merre këtë degë dhe shpërndaj tek të varfrit. Tha, vallahi ja Rasulullah, mes këtyne di kodrave, thë nuk ka më të varfër se sa unë. Qeshi profeti alayhis salatu wasalam dhe i tha, merre haj provefte edhe i. Subhanallah, Allah i larson nuk mundson asnjë njeri për të mësuar. Kjo s'ka diskutim. Mirë, inshallah vetëm ti paralajmëroj inshallah. Po Allah Kasimi edhe pyetjen e tretë se nuk po ndëgjoj. Apo ndëgjohemi tani, apo më dëgjon hoxha? E tani apo më dëgjon? Selam aleikum. Apo më dëgjon? Përparim apo më dëgjon ti mu? Unë po, hoxha mua apo më dëgjon? Selam aleikum. Dëgjosh, jo, Allah përparimin duket se Allah përparimin e ka fikat. Ne ka fikë qendrën e zonit. Hajr inshallah. Shka po bon ti ta di. Subhanallah. Apo më dëgjon tani hoxha? Ja nuk po na dëgjon po më duket Kasim. Mirë, po japim fund. Po japim. Dëgjona. Pyetja e tretë ngeli. Në rregull, po japim fund inshallah. Po japim fund. S'po ndëgjomi apo jo? Po japim fund inshallah hoxha. Ka pas ndonjë thirrje hoxha. Nuk dëgjohet, jo. Në rregull, po japim fund inshallah. Nuk dëgjoj, e mbyllim. Po e mbyllim. Atëherë selamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Inshallah takohemi në herët e tjera. Edhe i lutem Allah të arsuar që të na falë, të na mëshiroj, edhe të na bëjë për atinët të cilin dalim nga ky muaj me mëkate të falura, dhe inshallah jena për atinët të cilët do të jemi në mesin e xheneteve që është xheneti Firdaus. Allahumma amin. Assalamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Wa aleikum salam wa rahmetullahi. Allahu të dhe Allahu të ndëroj. Subhanallah. Hajde, se të qof. Po alhamdulillah kemi arrit që të kuptojnë pak temën e cila hoxha ndëruar na ka lëvruar, të them kështu na ka lëgjëruar. Besoj dhe shpresoj që kemi pas dobi të gjithë nga këto këshilla. Alhamdulillah. Hoxha të Falenderojmë Allahun tana që edhe këtë emision arritëm ta realizojmë, me qenë se pra rrjeti internetit pra është shumë i ngarkuar siç e dini edhe ju këtë ditë. Por shpresojmë që inshallah ato që kemi dëgjuar kemi pas dobi që të gjithë. Andaj pra vetëm t'ju lajmëroj për nesër mbrëma që inshallah nesër mbrëma do të jemi me hoxhën Eyüp Pantinën dhe aty mund t'i bëni pyetjet e juaja, sepse tema pra ka të bëjë me fikun e Ramazanit apo legjislacioni i Ramazanit.
ju mund të na i dërgoni edhe pyetjet e juaja nëpërmjet pra rubrikës dërgo mesazh sonte dhe ne inshallah gjatë emisionit nesër mbrëma i morëm prapë. Urdhno Allah përpara. Jo, valla, asgjë tjetër përveç se na inshallah, siç e thënë, do të takohemi nesër prapë.